Përshëndetje, sot do ju marrë me vete sepse do ikim në një vend të anës detit edhe të gjithë ditën do jeni me mua. Unë jam bërgati, kam bërgati dhe make-upin edhe sendet e mia, gjitha gjërat. Në darkë kemi lënë të ikim me një vend të bukur për darkë edhe kemi rezervuar tek një restorant. Zjarin e kam veshur njësoj me veten time. Unë jam me fustan, kurse Zjari e ka kostum pantallona me këmish të shkurtra, por Zjarin e ka zënë gjumi. Edhe tani do të ikim, do dalim me Angelon, edhe do ju tregoj të gjithë ditën sot. Siç e shikoni edhe nga veshja ime, kam veshur një fustan të shkurtër sepse është shumë vap. Kam veshur edhe shapka. Ndaj tani do të ikim, edhe ndiqeni videon deri në fund. Ja, edhe Zjarin e ka zënë gjumi. Kjo është kostumi që ka njësoj me mua, por kur ta marrë në krah pastaj do ju tregoj më mirë. Ne sapo u nisëm edhe unë do lyej pak buzët me vaselin. Ndërkohë Zjari u zgjua nga gjumi edhe është duke ndenjur tek Sergjolinua e vet. Këtë çantën se kam marrë me gjëra. Kam marrë dhe krër se më duhet për të kapur flokët. Shikoni çfarë ka tjetër. Është kjo Shimer që shkëlqen. Edhe do ta hedh të gjithën që të bëhem me xica. Nuk duket, por në diell shkëlqen shumë. Shkëlqen që ka shumë qëtë jo? Shkëlqen. Jemi duke parë maps për të shkuar tek ato vendet e bukura që dua unë. Kemi pak rrugë të gjatë për të bërë, është kjo shenja blu këtu. Shikoni sa është. Deri këtu që është vetëm 8. Tani sapo ndaluam dhe parkuam makinën. Për pak jemi te deti për 1 minutë. Por doja t'rregoj që tani se sa bukur që duket. Kjo është rruga. Edhe ky është deti. Por do më duhet të afrohem që t'ja tregoj. Shikoni pak se çfarë ngjyre që ka. Nuk ka shumë njerëz se jemi akoma në prill, po gjithsesi po bëjmë plazh. Ne ndërkohë do ulemi te ky lokali këtu që të kemi pamje këtej. Kemi porositur 2 koktejl edhe nuk e di se çka ka marrë Angelo për të ngrënë. Ky është lokali. Ikëm nga vendi ku ishim edhe tani do shkojmë në një vend tjetër që quhet Es Verde. Është Cala d'Orti. Edhe është një vend shumë i bukur, por atje është për perëndim. Ndërkohë ora është 5:30, perëndimi në Ibiza çfarë fillon? 8:30. Ne në orën 8 kemi lënë për t'ikur në qytetin tjetër që kemi rezervuar tek ai restoranti, kështu që do shkoj vetëm sa për ta parë pak. Edhe pastaj do iki në shtëpi që të bëhem gati për tek restoranti në darkë. Shikoni pak se çfarë pamje, se ne sapo mbërritëm dhe unë isha e manitur vetëm nga pamja. Këtu jam shumë lart, nuk e di a duket. Nuk duket shumë në kamerë dhe nuk e di pse nuk duket kaq bukur.
Po ky është, o zot, ky është një mrekulli ky vendi. Dhe erdha vetëm për këtë këtu. Ky duket vetëm kur bën udhëtim me botë ose kur kalon avioni sipër, sepse nuk ka rrugë për të shkuar aty. Është mal brenda në det. Kurse këtu është super pamje. Tani po ikim për në shtëpi, sepse nuk prisnim dot derisa të shihnim perëndimin. Por la me Anxhelën që të vim nesër për perëndim Kastile. Do marrim një mbulesë ose çorçaf, ta shtrojmë edhe të bëjmë zgar aty me atë perëndim. Me atë pamje, se ishte super. Edhe këtë po mendonim. Por është akoma diell, ndjehemi pak të lodhur, por do shprodhemi pak në shtëpi derisa të vej ora 8. Në 8 e kemi rezervimin, apo jo? Ora është 7 pa inqerek tani. 7:30 do dalim brapa, shumë. Po, sa shkojmë deri në shtëpinë apo erdhëm, jemi afër. Jemi afër, zjarri është mbrapa po luan, i kam dhënë një lodër. Jemi afër me shtëpinë tani. Unë po mendoj të vesh një fustan të kuq ose një kaf. Çfarë ngjyrë ta vesh? Kaf. Kaf? Kafi është i gjatë, kurse i kuqi është i shkurtër. Po na jetë mes. Ja. Nuk është shumë i gjatë, është si për kyçi të këmbës. Është saten me rripa. Kam edhe taka kafe. Okej, atë do vesh. Do kap edhe flokët. Po, atë do vesh. Kështu që ikim në shtëpi që të bëhemi gati. Unë vesha jam pak vonë, flokët i kam lënë kështu, nuk doja t'i kapja sepse fustani është shumë i hapur. Kam vënë këta vathët. Tani po vesh pak takat me vrap, janë këtu, këtë fjangon e kanë mbrapa këmbës. Po i vesh dhe po ju tregoj gjithë outfitin tek pasjura para se të dalë. Është edhe fustani. Është saten me rripa deri këtu. Këto janë edhe takat. Mbrapa janë kështu. Janë shumë të bukura. Edhe tani do më duhet që të iki sepse vajti shumë vonë. Kështu është kur filmon me një dorë dhe me një dorë do të lyesh buzët. Nuk kisha kohë të shtëpia, se po nxitoja. Se unë të parin bëra gati zjarin, e ndrova, e kam veshur si dhëndër. Këto shakat e tua janë bela, për zotë. Jemi gati 20 minuta larg nga lokali, i cili ndodhet në qytetin tjetër afër me ne. Nuk është ftohtë, se kam veshur akoma xhaketën, se mora një xhaketë me vete, se çora aty. Pra telefonia. Po. Që të prari? Kemi edhe pak rrugë. Sa po erdhëm dhe te lokali, tani do futemi brenda. Këtu është shumë bukur, po ne jemi në një si punë dhome që është qetësi. Edhe pastaj mund të dalim pak për jashtë, që ishte ambienti shumë i bukur. Dhe ky restoranti ka diçka të veçantë që doja t'ju tregoja edhe juve. Tani ky restoranti në hyrje ka të gjitha ushqimet, i ka te panaku. Edhe mund të shkosh vetë me pjatën tënde dhe mund të mbushësh se çfarë ti ke dëshirë. Kurse mishin ta sjell kamarieri çdo 5 minuta, ta sjell me nuk e di si e servirin këta, është mish i ndryshëm, ka qingji, viçi, ka deri, pule, edhe është kjo këtu, kjo ka emrin Karnesa, restoranti. Kjo letra është nëse e lë këtë të kuqe në tavolinë, kur vjen kamarieri dhe shikon këtë, thotë që, do me thënë që nuk dua më mish, edhe të mos sjelli dhe nuk do bezdis me njëri në tavolinë dhe të pyesi siç pyesin që ha është diçka okay ose është diçka mirë.
a ju pëlqeu, a doni më. Kurse nëse lë jeshile, është kjo yes please, do me thënë që dua prap, edhe ata e mbushin pjatën tënde prap me mish, edhe kështu. Ishte 50 euro personi, pijet janë veç, sigurisht, edhe 50 euro personi, hasa të duash ti pa limit, kështu që sa të mbaj barku. Ndaj ka ishte një gjë shumë e mirë, nuk e dinim, thjesht Angelo ka një shok këtu, edhe ai e ftoi, tha që punoj në filan restorante dhe mund të vini, edhe sepse është shumë mirë, edhe ushqimi është shumë i mirë dhe prandaj erdhëm. Jari është në gjumë tani, po fle akoma, kështu që ne jemi të lirë për të ngrënë darkën. Ne tani dolëm jashtë sepse e mbaruam ushqimin. Edhe tani kemi porositur ëmbëlsirat. Sa bukur është këtu. Është pak freskë ndaj unë kam veshur xhaketën. Është shumë bukur, por ka disa njerëz këtu dhe nuk filmoj dot tani.